Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht falenderojmë Allahun e lartësuar për mundësinë që na dha të bashkohemi këtyre tubimeve të diturisë, këtyre mezliseve të dijes. E në veçanti falenderojmë edhe imamin e xhamisë për organizimin e këtij seminari përgatitor për haxhit dhe jo vetëm, nga se haxhi është njëra prej kushteve të Islamit dhe besimtari shkoj apo nuk shkoj në haxh duhet të përgatitet dhe të mësoj këtë shtyllë të Islamit. Haxhi që vije më një herë tash pas Ramazanit, pas një muaji të adhurimeve, vetëm se nga e premta apo nga shtuna hym në muajin Dhul-Qa'da, që është një nga mujt e shejt dhe fillojnë mujt e haxhit, ne fillojmë mi andje aromën e haxhive, përgatitjen e tyre dhe fillon vetëm se mujtet mi vrejt në ligjëratën në përshkrimin e haxhit, në hadithin e Xhabirit, vetëm se fillum sikur po i shohim haxhit duke u bë gati për me shku në Qabe dhe me qenë prej atyre të përzgjedhërve të Allahut të lartësuar, që e kurëzojnë islamin e tyre, e përmbyllin apo e jetësojnë njërin prej shtyllave më të rëndësishme të islamit, që është haxhi. Me fol për haxhin, vëllezër, ka këndvështrime të ndryshme, mundim mi u qas nga forma të ndryshme. Mirë po, kemi zgjedhur nga temat në këtë 5 javë, në mesin e këtyre 10 ligjëratave, që ta trajtojmë nga ato çështjet apo nga problematikat që më së shumti haxhiu përballet dhe ka nevojë t'i di ato adhurime gjatë qëndrimit në Mekë dhe në Medinë. Fillimisht, haxhi është një vazhdim i rrugtimit të besimtarit drejt Allahut të lartësuar, një vazhdim i jetësimit të adhurimit të Allahut të lartësuar, një përgjigje ndaj Allahut të lartësuar me fjalën sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm dhe u nënshtruam. Besimtari e ka parasysh obligimet të cilat Allahu i lartësuar ja ka bë dhe mundohet që të realizoj ato obligime. Besimtari dhe haxhiu në veçanti në kryerjen e haxhit e përjeton një begati madhështore. E ajo është fillimisht qysh kur shkon më regjistru dhe të futet në listën e haxhive, e përjeton një përzgjedhje prej Allahut të lartësuar, nga se Allahu i lartësuar haxhit i ka veçu, i ka privilegju me një status të veçantë dhe ju ka dhënë statusin e musafirit të Allahut të lartësuar, duyufur Rahman, jo vetëm të Allahut, po janë musafir të gjithë mëshirshmit, janë musafir të Rahmanit. Allahu i lartësuar thotë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Allahu i lartësuar krijon çfarë të doj dhe përzgjedh. Dhe Allahu i lartësuar përzgjedh nga krijesat e tij, përzgjedh nga kohrat, përzgjedh nga robrit, dikon e veçon dhe e ja lartëson gradat e tij duke bërë pejgamber, dhe dikon e lartëson duke ja mundsu adhurime të ndryshme. E haxhiu është një besimtar i përzgjedhur i Allahut të lartësuar, se është i privilegjuar që të shkojë në kohën më të mirë të vitit, të qëndrojë në ditën më të mirë të vitit, ku Allahu i lartësuar krenohet me këta besimtar para me lajkeve. Llogaritni, me lajket janë rob të Allahut të cilët i nënshtrohen dhe kur nuk i bojnë gjëna, Allahu i lartësuar krenohet para me lajkeve me robrit e tij, besimtarët haxhit, të cilët janë mbledhur në luginën e Arafatit, në kodrën e Arafatit, që i kanë të veshura ato 2 rrobat e ihramit, dhe Allahu i lartësuar krenohet me ta dhe dëshmon për faljen e gjunaheve të tyre. Besimtari në kryen e haxhit e vërteton një gjë shumë të rëndësishme. Ajo është që është rob i Allahut të lartësuar. Që është rob i Allahut të lartësuar dhe e pret thirrjen dhe urdhrin e tij që t'i bindet dhe ta realizojë ata. Allahu i lartësuar thotë: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj o Muhammed, që vërtet namazi im, adhurimet e mia, kryerja e haxhit, jeta ime edhe vdekja ime është vetëm për Allahun, Zotin e të gjitha botëve. La sharika la, i cili nuk ka ortak, të cilit nuk i bëj ortak. Wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Me këtë jam urdhëruar që ta adhuroj vetëm Allahun e lartësuar dhe unë jam i pari i muslimanëve. Haxhi, vëllezër, nuk është vetëm një adhurim që kryhet
edhe harrohet dhe e merr atë epitetin haxhi. Haxhi të lidh ty qysh me kohën kur Ibrahimi a.s. e ka ndërtuar Qabën me djalin e tij Ismailin. Kthehesh në histori, pastaj haxhi të lidh me ndodhit e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë pejgamber të cilën e pason qysh nga momenti kur e kupton fejen dhe i udhëzuar. E sheh ku ka zbritur shpallja, e sheh ato vende ku ka zbritur dhe ku ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në vendin ku është vetmuar për net të tëra para se mi zbritur shpallja Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq në shpellën e Hira. Pastaj gjitha ato vende territore ku ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabët tjerë, gjitha këto shtin me fluturu për imanit. Fillon mi shiju atë ëmbëlsinë e imanit, thuti je ka jeton në xhenet. Edhe më të vërtet shumë haxhi thojnë këto janë ditët më të mira të jetës sonë. Dhe thonë shumë shpejt u harxhuan, dhe shumë shpejt kaluan. Askush prej tyre llaf nuk e bën më shpenzimet e lodhjen. Gjithë harrohen për shkak të përjetimeve që i kanë gjatë kryerjes së haxhit. Pastaj, vëllazën, cilat janë gjërat më të çmueshme dhe më të shtrejta në jetën tonë? Kibla, Qabja, edhe Kurani. Kurani ku ka zbrit? Ka zbrit në Qabe. A nuk ja vlen me mishë e me shpirt? Mi dhon mund, e mi mbledh cent mas centi që më shpenzu edhe me hi në këtë listën e të përzgjedhurve të Allahut të lartuar, vallahi ja vlen. Ata që masin me peshorën e ahiretit, ata që masin me logjik të shëndosh, që shpërblim të vetëm xheneti, që shpërblim të vetëm haxhi pranuar e ka xhenetin, ai ka me bo sakrificën me mishë me shpirt që me hi në atë listën e haxhive të cilët Allah i lartësuar i kaftuar të jenë mësafirët e tij. E merrni një moment gjithë cili prej nesh, a eftojmë këndojmë na mësafirë në shtëpinë tonë? Mësafirë të na him vetëm njerëzit të cilët iftojmë apo të lajmërojmë paraprakisht dhe marrin leje për marrë. Pra janë njerëz të afërm, njerëz që ti privilegjon, i nderon. Paramendo kur ti shkon në Qabë je mësafiri i Allahut të lartësuar. Je mësafiri i Allahut të lartësuar. Dhe dini çka është edhe më e habitshme? Se haxh do të shkojnë njerëzit edhe në kohën kur do të shfaqen çrregullime të mëdha në botë. Në kohën kur do të dalin Yejujit dhe Mejujit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë: la yahujjanna al-bayta wa la ya'tamiranna ba'da al-khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Njerëzit do të shkojnë në haxh dhe në umre, madje edhe pas shfaqjes së Yejujve dhe Mejujve. Dhe kjo nga dashuria e besimtarëve që e kanë për Qabën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër: la taqumu as-sa'a hatta la yuhajjab al-bayt. Nuk ka më vë kiameti derisa të nalet haxhi. Përderisa njerëzit ka shkojnë në haxh, jemi elhamdulillah mirë. Atëherë vëllazën, cila është tematika sotit? Është tematika për të cilën besimtari haxhiu e nis haxhin e tij, e vazhdon haxhin e tij dhe e përmbyll haxhin e tij, është telbia. Telbia është njëri prej dhikrave më madhështore që reflekton tauhid, në mes ka tauhid dhe përmbyllet me tauhid. Çka është telbia? Telbia janë ato fjalë të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë dhe janë kusht për me fillu ibadeti i madh i haxhit dhe ibadeti i madh i umrës. Telbia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Këto fjalë madhështore janë formula e haxhit. Është sikurse tekbiri që e themi në namaz, Allahu Akbar. A keni pa në çdo lëvizje themi Allahu Akbar në fillim të namazit, kur bijmë në ruku, kur bijmë në sejdë, lëvizjet prej sejdës në sejdë dhe kur ngritemi nga sejdja, të gjitha i themi Allahu Akbar. Pra me tekbirin, qysh e hapim namazin me tekbirin e ihramit, tekbirin fillestar. E telbia, vllazën, është ky dhikr madhështor të cilën besimtari duhet ta përjetojë gjatë kryerjes së haxhit. Duhet ta përjetoj nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nisur haxhin e tij me telbie, çu do ta mësojmë në ligjëratat në vim në hadithin e Xhabirit, dhe ka bërë telbie me zot të lartë dhe ka lavdruar që haxhi më i mirë është ai haxh i cili ngritet zëri me telbie dhe me dhikr dhe Allah të lartësuar. Pastaj e ka kryer tavafin, e ka kryer sajin për të cilin do të marrim në mësim, dhe rrugës të nesërmen kur është nisur për Minas për në Arafat, vazhdimisht ka bërë telbie. Dhe kur ka zbrit nga Arafati në Muzdelife, ka bërë telbie. Dhe ka vazhduar deri në Mina, përsëri ka bërë telbie. Çka është telbia? Pra është thirrja të cilën besimtari i thot Allahut të lartësuar që të përgjigjem ty o Zot
të përgjigjem. Labbaik Allahumma labbaik. O Allah, vetëm ty të përgjigjem dhe vetëm ty të përgjigjem. Labbaik la sharika laka. Labbaik. Ty të përgjigjem o Zot që nuk ka ortak. Ty të përgjigjem. Pra e sheni me vëmendje, vetëm në këtë pjesë të parë të dhikrit, besimtari e përmend 4 herë përgjigjen. Labbaik Allahumma labbaik. Të përgjigjem o Zoti im, ty të përgjigjem. Të përgjigjem që ti nuk ki shok, vetëm ty të përgjigjem. Dhe në fund, innal hamda, me të vërtet hamdi, falëndërimi, të cilën e themi edhe në namaz, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ni'ma, dhe begatia janë tujat. Wal mulk, i gjithë pushteti është joti. La sharika lak, dhe nuk ke ortak. Fillimi është tauhid dhe përfundimi është tauhid. E pse është përsërit kjo të përgjigjem? Nga se besimtari, kjo nuk është për qëllim vetëm që të përsëritet si fjalë goje, mirë po është edukim i shpirtit të besimtarit, është edukim i zemrës së besimtarit, që të rrinë në gjendje gatishmërie ta dëgjoj urdhrin e Allahut të lartësuar dhe ti nënshtrohet atij. Të mos pyes a është obligim apo e pëlqyeshme. A është urdhër? A ka thonë Allahu? U kry çështja. Sami'na wa ata'na. U dëgjuam dhe u bindëm dhe u nënshtruam. Të përgjigjem o Allah, vetëm ty të përgjigjem. Është mua ashtu që ka ardhur në surën Mulk, kur Allahu i lartësuar e porosit njeriu që ta ngrit shikimin e tij drejt qiellit. Ku thot: "Thumma irji'il basara karratayn, yanqaliba ilayka al-basara khasi'an wa huwa hasir." Thot Allahu i lartësuar, dhe ktheje shikimin tënd drejt qiellit 2 herë. Nuk është fjala për 2 herë, po ktheje shikimin shpesh dhe shumë herë drejt qiellit. Ktheje dhe medito shpesh dhe shumë. Dhe kështu ka ardhur edhe kuptimi në telbije kur ti thu Allahu të lartësuar labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kjo është ajo telbije që besimtari duhet ta ndjej dhe duhet ta përjetoj dhe jo vetëm ta lexoj nga letra apo nga telefoni, vetëm si një fjalë goje. Mirë po, kjo përgjigje, të cilën ti shfaq Allahu të lartësuar, që ty të nënshtrohem, ty të përgjigjem, ty të dëgjoj, shfaq së pari dashuri për Allahun e lartësuar, nga se ti nuk i thu gjithkujt që të përgjigjem, e të ri gati përveç se atij që ti e don. Dhe i thu dikujt labbaik Allahumma labbaik vetëm se kur atëherë e madhron. Pra e madhroj urdhrin tënd, pastaj të dua ty, andaj edhe të përgjigjem. Andaj besimtari në çështjet e fesë, në çështjet e urdhrave dhe ndalesave, duhet të nxitoj që t'i realizoj ato, nga se sa më shumë që i vonon, ka mundësi mu privu për realizimit të tëre. Allahu i lartësuar na ka thirrur në surën Anfal. Thot ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju besimtar, o ju që keni besuar, binduni dhe përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit të tij për atë çfarë po ju thirr. Dhe dijeni se Allahu yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Se Allahu ndërhyn mes tij dhe zemrës së tij. Kanë thënë dietarët, sa më shumë që robi e shtyn përgjigjen, hajt thot se kam vakt, hajt se kur të arrini moshë të caktuar, hajt sa ti rregulloj edhe pak sendet, Allahu po i thot përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe dijeni se Allahu ndërhyn mes zemrës së robit dhe e privon nga ibadet që ka pas mundësi mi bo dhe nuk e ka bo. Andaj, ata ka mundësu Allahu i lartësuar mi mbledh disa të kolla, je i shëndosh në trupin tënd, përgjigju Allahut dhe thuaj labbaik Allahumma labbaik. Mbledhi paret, bëç mos shit çka ki nevojë me shit dhe shkon e hax, nga se shpërblimi është i madh. Shpërblimi është i pakompenzueshëm, është xheneti në pyetje. A nuk ja vlen që mi ndihmu njëri tjetrin me bëç mos që më përgjigj Allahu të lartësuar, ndërkohë që Allahu i lartësuar na thot wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Është Allahu ai i cili fton në vendbanimet e paqes. Allahu thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dhe shpejtoni dhe nxitoni, ngutuni për në faljen e Zotit juaj. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dhe për një xhenet, gjerësia e cilit është sa mes qiejve dhe tokës, është përgatitur për këm? Për të devotshmit, është përgatitur për besimtarët. Telbia vllazën, të cilën e shoqon haxhiun dhe umrexhiun, labbaik Allahumma labbaik, e shpesh ndodh që haxhiu lodhet dhe sikur i vjen turp që po përsërit, ndërkohë që kjo është përgjigja në thirrjen e Ibrahimit alayhis salam. Allahu i lartësuar i ka thonë Ibrahimit alayhis salam: "Wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijala
wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Dhe thirr ndër njerëz që të përgjigjen për në hax. Pasi që Allahu i lartësuar e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam mi ndërtu Çabën, e ka urdhëruar që t'i thirr njerëzit që t'i përgjigjen Allahut të lartësuar për hax. Të vinë në hax, vinë në këmbë apo të hipër mbi deve, min kulli fajjin amik, për nga çdo vendi të largët. Dhe praktikisht kur shkon në hax dhe në umre, po në veçanti në hax, ishe haxhit prej vendeve më të larga të botës, të cilët i kanë mbledhur ato të mirat materiale dhe kanë bëqmos për me ardhë mi u përgjigj Allahu të lartësuar dhe mi u përgjigj Ibrahimit dhe thirrjes së Ibrahimit alayhis salam. Kjo vllazën, kjo thirrje, kjo përgjigje e jote kur ti e thu telbijen gjatë kryerjes së haxhit, qoftë edhe në umre, duhet të kthehesh në histori dhe të përmallohesh edhe për Ibrahimin alayhis salam. Se qysh Allahu i lartësuar na ka lidhur fen ton kaq madhështore me pejgamberin ton. Pastaj me gjyshin e largët të pejgamberit ton Ismailin, dhe pastaj me gjyshin apo me babën e të gjithë pejgamberëve Ibrahimin alayhis salam, babën e të gjithë pejgamberëve dhe monoteistëve. Por kjo është feja jonë madhështore me të cilën ne krenohemi, me të cilën ne mburremi. Pastaj vllazën, duhet të shfrytëzojmë mundësitë. Sot e kemi mundësinë, elhamdulillah, me shku në hax, janë lecu çështjet, hyp në aeroplan në Prishtinë dhe zbret në Xhidde, afër Mekës, 80 kilometra. Në kohët më hershme, njerëzit kanë boq mos për me shku dhe nuk e kanë dit apo mrin apo jo, kanë udhtu me muaj. Nashta një vit më herët është nis për me mri në hax dhe 20 ditë kanë mri për shkak të rreziqeve të rrugës apo mjeteve primitive që i kanë pasur për me shku. Ndërkohë sot ti e vesh ihramin në shtëpinë tënde, merr gusull në shtëpinë tënde dhe shkon në aeroport i veshur me ihrama dhe hyp në aeroplan për 4-5 orë duke u përgjigjur Allahut të lartësuar me telbije dhe mrin me lejen e Allahut në hax. E në momentet kur e bën telbijen besimtari, duhet ta ketë parasysh kuptimet e kësaj telbije. Ka ardhur në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bërë telbijen, ka thonë labbaik Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a. Të përgjigjem o Allah i lartësuar për në hax i cili në të nuk ka syfatësi dhe dëshirë për mu lavdu. Në të nuk ka syfatësi dhe dëshirë për mu lavdu. Haxhi është një nga adhurimet më madhështore, është nga shtyllat e Islamit, të cilën besimtari e kurorëzon Islamin e tij. Duhet të jemi vigjilent dhe të kujdesshëm që ta ruajmë, që të mos na njolloset ky adhurim. E rreziku nga kanoset, nga ka mundësi më ju zbesh problemi, apo më na refuzu Allahu na ruajt, është nëse e kryjm haxhin për syfatësi, apo nëse e kryen dikush haxhin për dëshirë mu lavdu. Besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm gjatë kryerjes së haxhit, të mos i kushtoj rëndësi fjalëve të njerëzve, mos kërkoj që ta lavdërojnë njerëzit, por gjithashtu gjatë kryerjes së adhurimeve, qofshin ato gjatë tavafit, gjatë sajit, gjatë qëndrimit në Arafat, e në Mina, të jetë i përkushtuar dhe shpërblimin ta lyp veç prej Allahut të lartësuar. Të mos ta lyp shpërblimin dhe lavdërimin e njerëzve, mirë po derti i tij dhe brenga e tij të jetë që ta kërkoj shpërblimin vetëm prej Allahut të lartësuar. Dhe kjo është ajo edukatën që e marrim prej telbijes. Të përgjigjemi o Allah, vetëm ty të përgjigjemi, la sharika la. La sharika, nuk ki ortak. Andaj të gjitha adhurimet tona ti kushtojmë vetëm ty o Allah i lartësuar dhe askën tjetër. Pastaj cili është ai haxhi mirë? Ai haxhi mirë është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju wa-thajj, është ai haxh i cili ka ngritje të zërit me telbije. Pra haxhiu dhe umrexhiu nuk duhet më ngurru nga ngritja e zërit, po vazhdimisht duhet ta ngrit zërin derisa ti ngulitet mirë thellë në zemër, si i përgjigjet vetëm Allahut të lartësuar dhe vetëm Allahut të lartësuar. Andaj vetëm Allahun e adhuron, vetëm Allahut i lutet dhe vetëm Allahut i kërkon ndihmë. Dhe andaj edhe besimtari kur ta sheh Çabën dhe ja ka shfaqur këtë përgjigje dhe këtë gatishmëri që ti bindet Allahut të lartësuar dhe ti përgjigjet Allahut të lartësuar, nuk mundesh mi gjetë besimtarin që e ka kuptuar drejt tauhidin, që ta adhuroj dikon tjetër. Ti shkon ta lyp bekimin, ta lyp ndihmën e një varri apo një evlijaje anjëri të caktuar. Si besimtari që është me akide të pastër, si besimtari që është monoteist, nuk ka mes tij dhe mes Allahut të lartësuar ndërmjetësues. Mjafton mi ngrit duan, mjafton mi ngrit duart, madje edhe pa duar, vetëm mi shqiptu, lutjet tuaja Allahu i lartësuar i dëgjon. Dhe e bukra e telbijes kur ti e shqipton,
Kur ti thu lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, je ka i thu dhe një Zoti i cili dëgjon. Se nuk ka kuptim ti mi shqiptu këto fjalë sikur Zotin mos ta kishe i cili dëgjon. Dëgjon dhe është afër teje, dhe të përcjell, dhe të shikon, dhe të fton që ta thirrësh. Udhuruni astajib lakum. Lutmeni mua se unë ju përgjigjem. Pastaj vllazën, kjo telbia e ka edhe një kuptim tjetër. Kuptimin التثبت والدوام على العبادة. Kuptimi i telbijes që ti e shqipton për gjatë tërë haxhit, nën kupton qëndrueshmëri dhe përforcim dhe adhurim i vazhdueshëm ndaj Allahut të lartësuar. Ti e adhuron Allahun e lartësuar duke qenë në haxh, gjatë kryes së haxhit dhe kur shkon në Medinë, por edhe kur të kthehesh. Një keq kuptim i njerëzve është se ruhet sash në Mekë nga shkelja e gjunaheve dhe nuk thot fjalë ndoshta të ndyta, ruhet haxhiu e kështu me radhë, mirë po qysh në momentin që del nga Mekë thot, po tash jam në harem edhe ershon veten. Jo, besimtari kujdeset që ato çfarë kanë mbjellë në Mekë ta shoqëroj edhe jashtë Mekës. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, dhe furnizohuni se devotshmëria është furnizimi më i mirë. Furnizohuni me devotshmëri. E kjo është ajo devotshmëria e kërkuar prej neve. Pastaj vllazën, ajo çfarë përmbledh dhe përfund telbia është fundi. Innal hamda, falëndrimi takon ty o Zot. Wa ni'ma, dhe begatia. Laka wal mulk, dhe i tërë pushteti. Besimtari dhe haxhiu në veçanti, qysh në momentin e parë kur Allahu i lartësuar ja mundson që ta shkruaj emrin e tij në regjistrat e haxhive, dhe Allahu i lartësuar ja mundson që të mrrinë haxh dhe t'i vesh ato rrobat e ihramit, duhet ta përjetoj këtë begatinë madhështore prej Allahut të lartësuar. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çfarë do begatie që e keni prej Allahut vallahi. As nuk është që ti e ke merituar. As nuk është që ti je i pasën e ke bo mund dhe kështu me radhë. Ka njerëz edhe më të pasën, ka njerëz edhe më të meqëm, ka njerëz edhe më të hishëm, ka njerëz edhe me familje më të mrrinë. Vallahi i lartësuar, Allah është ai që të ka begatu. Allah është ai që të ka përzgjedhur dhe ta ka letu. Atëherë kur ti e thu këtë telbie, e ndjen që këto e ki prej Allahut të lartësuar. Nuk e ki që ti e ki bo çmos ose ki bo sakrifiku. Po sebepet dush mi marr, e kërkuar është. Dhe s'bën, u bo si sufit mos mi marr sebepet. Jo, ne marrim sebepet, mbështetemi tek Allahu i lartësuar dhe bëjmë çmos që më shku në haxh. Mirë, po vazhdimisht na shoqëron ndjenja që këto e kemi prej Allahut të lartësuar. Këtë vizitë të haxhit, këtë vizitë të Qabes e kemi prej Allahut të lartësuar. Dhe laka wal mulk, dhe i tërë pushteti takon vetëm ty o Allah. Çdo gjë që ndodh në kozmos është me lejen e Allahut të lartësuar. Çdo gjë çfarë lëviz, qofshin ato gjendje gjeopolitike, e luftra, e paqe, të gjitha janë në sundimin e Allahut të lartësuar. Dhe ty ta jep kjo një farë lloj prehje, një farë lloj komoditeti, një farë lloj mbështetje tek Allahu i lartësuar, se nuk ndodh asgjë përveç se me lejen e tij. Çdo gjë që ndodh, çdo gjë që është në kozmos, jo vetëm në tokë, jo vetëm në Kosovë, në këtë botën tonë. Çdo gjë që ndodh në kozmos është në sundimin e Allahut të lartësuar. Atëherë pse shqetësohesh? Atëherë pse brëngosesh? Mbështetu tek Allahu i lartësuar, kim mendim të mirë për Allahun e lartësuar dhe mundohu gjatë telvijes ti përkujtosh gjitha këto kuptime, edhe t'ja kushtosh adhurimet e Allahut të lartësuar, t'ja kushtosh të gjitha adhurimet vetëm Allahut të lartësuar dhe t'ja atribosh gjitha mirësitë vetëm Allahut të lartësuar, nga se këtu është ai boshti i haxhit. Boshti i haxhit çka kërkohet nga haxhiu është që ta vërtetojë tauhidin e tij vetëm për Allahun e lartësuar. Adhurimet tuaja, jeta jote, vdekja jote, edhe therrja e kurbanit janë vetëm për Zotin e gjitha botëve. Elusim Allahun e lartësuar që neve të gjithëve të na mundsoj kryen e haxhit, të na lehtësoj shkaqet e kryes së haxhit dhe haxhive ton, t'ja u lehtësoj Allahu i lartësuar rrugën, t'ja pranoj adhurimet e lutjet dhe të na mundsoj që të dalim faqe bardh për Allahut të lartësuar. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.